Mbyllja e afatit për dorëzimin e kandidaturave për drejtuesin e ri të SPAK përfundoi me 4 emra që dorëzuan platformat e tyre në Këshillin e Lartë të Prokurorisë: Adnan Xholi, Doloreza Musabelliu, Klodian Braho dhe Elvin Gokaj janë emrat prej të cilëve KLP do të votoj pasuesin e Altin Dumanit në krye të prokurorëve të posaçëm. Rastësi apo jo, profilet e 4 prokurorëve ndahen në mënyrë të barabartë: 2 prokurorë të specializuar në hetimin e krimit të organizuar dhe 2 të tjerë në sektorin e korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Adnan Xholi aktualisht është zëvendës drejtuesi SPAK dhe shefi i seksionit të krimeve të organizuara. Xholi ka hetuar dhe çuar për gjykim 10 grupe kriminale dhe ka zbërthyer dosje të Sky ECC. Xholi punon prej më shumë se 20 vitesh në sistemin e drejtësisë. Në vitin 2021 kaloi vetingun dhe që prej korrikut të 2021-shit ju bashkua trupës së prokurorëve special të SPAK. Më parë ai ka mbajtur poste drejtuese në prokurori lokale, si edhe për shumë vite ka qenë prokuror pranë ish prokurorisë për krime të rënda. Prokuroria Musabelliu është emër tjetër në garë që vjen po nga sektori i hetimit të krimit të organizuar. Ajo pati në dorë dosjen Toyota Yaris me miliona euro të sekuestruara në Durrës dhe masakrën e Lushnjës në vitin 2017. Musabelli, sipas të penduarit të drejtësisë Artan Tafani, është prokuroria që është ndjekur nga grupi i Lairt Haxhiut për ta eliminuar, lidhur me masakrën e Lushnjës ndaj Orges Bilbilit dhe Lairt Haxhis. Nga sektori i hetimit të korrupsionit të zyrtarëve të lartë vinë 2 prokurorët Klodian Braho dhe Elvin Gokaj. Braho ka hetuar disa dosje të bujshme, ndërsa kolegu i tij Gokaj ka një CV më të varfër me hetimin e dosjeve të mëdha.